filluam të bëjmë këtë pelegrinazh në përkujtimin e serumes Marije Tuci. Ajo, duke ju bashkuar djenjave dhe shembullit të Jezu Krishtit, nuk hezitoi për ta dashur atë në udhën e dashurisë deri në durimin e jetës së saj. Qëndresa në idealin e lartë të kushtimit të Zotit u bë model i lirisë dhe i besimit të palekundshëm, dritën e errësirë që nuk e braktisi kurrë. Marije Tuci lindi të 12 mars 1928 në fshatin Ndërfushës Mirdit, nga Nikol Mark Tuci dhe Dila Fusha. Ndoqi shkollën e përgjithshme tek motrat Stigmatine në Shkodër dhe pastaj hyri aspirante në jetën rregulltare Stigmatine. Në vitin 1946, Maria u dërgua në Kozan dhe San Mirdit, së bashku me Davida Markagjonin, nga abati Frano Gjini, për të dhënë mësim në shkollën fillore, sepse ishin katolike dhe të afta për bindjet e tyre fetare. Me 10 gusht 1949 u arrestua së bashku me familjarët e saj dhe personat e tjerë për vrasjen e Bardhog-Vibës, sekretar i Partisë Komuniste në Mirdit. Në burgun e Shkodrës, pikrisht këtu ku jemi tani, që mbydhur në qelën numër 13, ku bestoi shumë vuajtje e tortura, duke ja lagur çdo ditë dyshekun me ujë të ftohtë dhe duke rrohur brenda në thes të futur bashkë me një mace. Maria lutej shumë, me rozare në duar, i bashkëndante me ne ato gjëra që një mik i familjes i sillte. Me datën 20 gusht 1950, u vizitua nga shoqet bashkëmotrat e saj. Nuk njihej, ajo vetë ju tha. I doli fjala Elmi Seitit, kryetari i sigurimit. Do të bëj as familja jote nuk do të njohë. Falenderoj Zotin që po vdes e lirë. Marije Tuci ndërroi jetë në spitalin e Shkodrës në 24 tetor 1950 dhe u varros në varrezat katolike të Rmajit. Sot eshtrat e saj ruhen në kishën tek motrat Stigmatine në Shkodër. U shpall e lume me 37 shqiptar martir me datën 5/11/2016.